Shefi shtabit qendror zgjedhor i Bashkimit Demokratik për Integrim Bekim Nëziri bëri të ditur se në takimin me kryetarin e partisë Ali Ahmeti kanë marrë dritë jeshile nga ai që të gjithë strukturat e BDI-s të jenë në funksion të shtabit qendror zgjedhor për të filluar me aktivitetet të cilat i presin për zgjedhjet e parakohshme të 11 dhjetorit. BDI është e konsoliduar të gjithë 15.000 aktivistë mezi presin që të marrin detyra nga shtabi qendror zgjedhor për implementimin e politikave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Gjithashtu, BDI është subjekti më serioz politik dhe është subjekt i cili trason një rrugë e cila ka filluar nga viti 2001 dhe nuk mbaron këtu, dhe është ardhmëria e vetme e cila i ofron çdo shqiptari një ardhmëri më të mirë shoqërore në Republikën e Maqedonisë. Në fokus të këtij takimi kanë qenë edhe aktivitetet e shtabit zgjedhor të diasporës, pasi votuesit në diasporë mund të paraqiten për të votuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare me 11 dhjetor të këtij viti në aplikacionin elektronik të vendosur në web faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni. Këto zgjedhje në platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim, po gjithashtu edhe në programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, në veçanti zen vend edhe segmenti i diasporës dhe në veçanti shtabi qendror zgjedhor do përshkushtohet që kësaj radhe të mundohemi që diasporasve t'ju sigurojmë vend ose deputet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, që nëpërmjet deputetit të tyre të tregojnë brengat e tyre dhe t'i zgjedhin problemet e tyre në parlament. Përplasjet e fundit në mes Prokurorisë Speciale Publike dhe Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim tensionuan situatën parazgjedhore, por për shefin e shtabit zgjedhor të BDI-s Bekim Nëziri, ata ndjekin rrugën evropiane dhe se do të kontribojnë që situata të jetë e qetë. BDI trason politikat e veta. Me vetë përplasjet e dy subjekteve maqedone tregon që Bashkimi Demokratik për Integrim ka një kurs politik evropian dhe do vazhdon në këtë kurs. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni do të mbahen me 11 dhjetor të këtij viti në bazë të marrëveshjes së Përzhinës, ku liderët e 4 partive më të mëdha deklaruan se janë përmbushur kushtet.